Është e vërtet që keni një kryeministre, një grua të shkëlqyer, siç Trumpi do të thoshte, një grua të mrekullueshme dhe jam dakord që nuk është e gjatë, por më besoni që kur merr fjalën është më e gjatë se unë. Sa për ta ditur. Unë besoj se ajo çfarë ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krye të këtij viti, dhe po flas për atë që Donald Trumpi e përshkroi si plani preciz i Zotit për ta shpëtuar në mënyrë që të shpëtonte Amerikën. Është, sipas meje, diçka që nëse Zoti kishte vërtet një plan, pjesë e këtij plani ishte edhe të zgjonte Europën.